Përshëndetje vajzat e mia, ju uroj në të ardhua një ditë të mbar, ju uroj në të ardhua gëzuar ditëlindjen shenjat e gafores dhe këtu jemi për të parë çfarë na sill ky muaj korik në ditët në vazhdim dhe në muajin në vazhdim. Gëzuar ditëlindjen gafore, të uroj në të ardhua një muaj të mbar, të uroj në të ardhua veç gëzime kudo që të jesh. Dhe ju të tjerëve ju uroj që ky muaj të jetë sa më i mbar për të gjithë. Ky muaj do sjell arritje të mëdha, do sjell energji, do sjell gjëra të reja, por në lidhje me parashikimin do kemi në lidhje me gëzimet që kemi ose më saktë qëllimet që ne kemi në muajin korik, çfarë gëzim apo çfarë surprizë na sjell ky muaj. Shikojmë që do kemi një shenjë nga universi dhe uroj që në këtë shenjë të shohim me hollësi. Ju që s'më keni subscribe, më bëni subscribe, ku ju që kërkoni një parashikim monetarun, do më gjeni në emailin tim ose në numrin e telefonit që keni më poshtë. Vazhdojmë. Çfarë na sjell muaji korik, çfarë surprizësh do të kemi dhe çfarë fillimesh do na vinë. Do kemi një periudhë stabiliteti, do kemi një periudhë në të cilën shumica nga ne do kemi një energji, por duhet të kemi kontroll mbi veten. Dhe kjo që shikojmë këtu ditën e sotme është një mbrojtje nga energjitë. Shikoj që disa nga ju fillojnë një muaj plot konflikte me persona të tjerë, shikoj që ka diçka në lidhje me papjekurin e personave të tjerë dhe ndikon dhe në jetën tuaj. Tu shikoj që lidhet diçka në lidhje me familjen, me shtëpinë, në lidhje me jetën tuaj në fushën profesionale, por mund të jetë edhe një lajm që lidhet dhe kërkon që të gjej është një situatë e turbullt për momentin, por uroj që të qetësohet kjo situatë, sepse shikoj që këto konflikte mund të jenë konflikte të diçkaje që ka të bëjë me të kaluarën tuaj, por shikojmë që kemi dhe një person në jetën tuaj që kërkon, është një mashkull i pjekur, është një mashkull i shenjës së tokës, ky është një person që e ka besimin tek vetja, vetë kontrollin tek lekët, është asi, mbreti i monedës. Dhe këtu shikoj që mund të jetë dikush nga puna jote, nga një koleg apo diçka të tillë që mund të ndihmojë në këtë lloj situate që je apo në konfliktet që ti ke. Disa nga ju do keni një rikthim, se shikoj këtu dhe shikoj që ky person këtë moment lidhet dhe me të shkuarën tuaj. Shikoj që në jetën tuaj keni pasur konflikte të ndryshme, shikojmë kemi 7 shpatat, 5 shkopinjt. Këto konflikte kanë lidhje me këtë personin nga e shkuara. Ky person është një person që kërkon të marrë atë që kërkon gjithmonë, se ti je një person që kërkon të ndryshosh të ardhmen tënde dhe kërkon të përfaqësosh gjëra të reja në jetë. Por gjithashtu shikojmë që faqja e shkupës më tregon që kemi diçka të re në lidhje me dashurinë. Disa persona janë duke kërkuar nisma të reja, fillime të reja në dashuri, por me mbretjen e monedhave shikojmë që kemi diçka që ka lidhje me lekun, ka lidhje me të ardhmen, ka lidhje me gjërat që ne kërkojmë. Kjo o do jetë një pronar të puna juaj, o mund të jetë një kolegu juaj, sepse shikoj që ka një personazh, ka një autoritet ky person në jetën tuaj, ka një ndryshim, por kemi dhe faqen e kupës që më tregon që dikush po ndjen keqardhje sepse ti ke kaluar një furtunë në jetën tënde. Me sa shikoj këtu, shikoj që ju tani duhet të shikoni bazat në jetën tuaj dhe këtu shikojmë që në jetën tuaj duhet të ndryshoni sepse kemi dhe 5 kupat dhe thoni vazhdimisht me 5 kupat që unë nuk po marr atë që meritoj në jetë, nuk po marr atë dashuri që duhet. Por edhe shikoj që ke her pas here ke frikë në këtë lidhje që ke pasur me këtë personin në së shkuarës. Ndjesh sikur je një lebur i dobët, një lebur që do të vraposh dhe të përfundosh drejtë në shtëpinë tënde, të mbyllësh derën, mos të shikoj askush dhe të fillosh të qash për të shkuarën tënde. Këtu je duke dhënë një ndryshim në jetë, por duhet të luftosh për gjërat. Shikoj që faqe shpatës më tregon që ai person këtë moment kërkon të luftoj për të rikthyer, po ka frikë nga diçka, por gjithsesi rrugën e ka të hapur drejt teje.
Shikoj që ti këtë moment e ke rrugën të hapur për shumë gjëra në jetën tënde, si nga ana financiare në lidhje, sepse shikojmë që kemi dhe mbretin e monedës në lidhje me punën, por dhe shikoj që javën e dytë të korikut, disa persona do kenë lidhje me shtetin, lidhje me mund të merrni një gëzim, mund të merrni një lajm të gëzuar, mund të merrni diçka që do t'u japë një rritje personale. Shikoj që je pak pozitiv, pavarësisht sepse ke edhe faqen e kupës, ke edhe faqen e shpatës dhe këto të dyja më japin një luftë këtu që do t'jap sukses. Sukses në çfarë? Sepse ti je duke kërkuar, erdhi dhe faqja e monedës. Shikoj që çdo gjë po lidhet përmbari në muajin korik, kemi faqen e shpatës, kemi faqen e monedës, kemi faqen e kupës, ku ka më mirë, fillime të reja, ndryshime në jetën tuaj. Dhe këtu shikoj që po hapet shumë shpejt një derë e re për ju. Një derë që ka të bëjë me shtëpinë, ka të bëjë me mundësitë e reja, një mundësi e bukur. Shikoj që në muajin korik hapet një portë e madhe për ju. Këtë mbajini mend të arua. Pse po them këtë gjë? Sepse diçka e bukur po të pret. Është një zgjidhje që je ti që kërkon të hapësh këtë portë të re. Dhe kjo portë e re po hapet së shpejti në jetën tënde. Temperanca më tregon që ti tani duhet të besosh në veten tënde, duhet të lësh disa gjëra të kalojnë dhe ti besosh bllokut shpirtëror po dhe bllokut financiar, sepse ti ke punuar mjaft, ke hapur krahët dhe ke diellin aktualisht dhe kjo më tregon që kemi mesazhe të reja, një fjalë, një gëzim, diçka për të festuar, diçka për të ndarë me dikë tjetër, mund të jetë një mundësi e re, një mesazh, një telefonat. Është diçka që do të jap gëzim, por letra e vdekjes më tregon që ti duhet të ndryshosh disa gjëra në jetë. Për disa kohë e ke ndjerë këtë lidhje, është një lidhje që këtu më tregon një provë e re që po të pret. Është gjithashtu një mundësi e re që ti duhet të luftosh me letrën e vdekjes dhe është një vend i ri për ty. Unë këtu shikoj që ti ende ke një forcë të madhe, diçka të madhe prej vetes tënde që do ta ndash me universin. Disa prej jush kanë faqen e monedës që më jep, si që thash, fillimet e reja, shtëpi të re, pushimet, diçka që ka të bëjë me lëvizjet, por shikoj që do përfundoj diçka shumë shpejt, sepse ke objektiva të reja për të ardhmen tënde dhe një udhëtim së shpejti, një udhëtim që mund të bëhet dhe një udhëtim fizik, por dhe një udhëtim shpirtëror. Shikoj që ke arritje të larta, je një person që je nënshtruar të tjerëve, por këtë moment kemi 8 shkopin që nështrohet shenjës së zjarrit dhe këtu shikojmë që ti këtë moment duhet të balancosh disa gjëra në jetën tënde dhe të mendosh më shumë për të ardhmen dhe për të rregulluar gjërat e jetës. Me sa shikoj këtu, shikoj që disa do ta gjejnë stabilitetin shumë shpejt dhe është e arritshme kjo sepse të shikoj të gëzuar, të shikoj të buzëqeshur, të shikoj që ke arritur një fitore dhe në muajin korik, shikoj që je e lidhur me këtë udhëtimin e largët, që do të gjesh balancën, pushimin, qetësinë, gëzimin, suksesin, të gjitha janë brenda këtij udhëtimi. Shikoj që ke bërë plane për të ardhmen, pasi energjia këtë moment më tregon që ti je një person i largët, je larguar nga të tjerët dhe je një person që kërkon të bësh diçka të re. Disa nga ju mund të hapin një kompani ose mund të filloni një punë të re, sepse këtu shikojmë që kemi një energji dhe kemi letrën e forcës që më tregon ti këtë moment e ndjen veten si një mbretëresh. Ke kaluar shumë sfida në të shkuarën tënde dhe këtë moment të shikoj si një nuse të bukur të stolisur bashkë me luanin tënd. Shikoj që deri në muajin gusht, energjia jote të më tregon që ti, ose sepse futemi dhe në luan në muajin korik, por me korik gusht kjo energji, shikoj që është një gëzim i bukur brenda teje. Është një gëzim që do ta shpërndash me njerëzit që ti ke për zemër. Janë lajme të një mashkulli që po vjen në jetën tënde, ose një mashkull që është afër teje për të treguar ty që ai është burr. Dhe shikojmë që kemi Hierofantin. Hierofanti më tregon një prift që tregon kryepriftin më saktë, që tregon ka ardhur momenti të rregullosh gjërat e tua në jetë, duke gjetur forcën dhe diçka të qëndrueshme. Është dikush që kërkon diçka të qëndrueshme në jetën tënde. Është një mashkull që kërkon të ketë diçka të fortë. Por disa persona mund të keni dhe një kontratë, siç e thash pak më lart, e gjitha kjo varet nga karakteri që ju keni, sepse keni shenja të ndryshme të horoskopit dhe këtu jemi që dikush është në një energji të fortë,
sepse kemi dhe 7 shpatat që është një person që vjedh energji në jetën tënde këtë moment dhe nuk e dim se kush është ky person, mund të jetë i së shkuarës, mund të jetë një shoqe, një shok, mund të jetë një familjar që është një njerëz që vjedh energjinë tënde dhe ti këtë moment e ndje veten të dobët. Pavarësisht se kem mbretin e monedhës që kërkon të ndihmoj në lidhje me punët e tua, me të ardhmen tënde, shikoj që ti je impulsive për momentin dhe nuk ke durim. Shumica nga ju nuk e kanë këtë durim të presin se çfarë do të sjellë ardhmja. Por disa nga ju nuk e kanë idenë se çfarë po u sjell muaji korrik. Muaji korrik sjell dokumente. Shikoj që në muajin korrik disa persona do jenë shumë nervoz, janë shumë të shqetësuar dhe ky njeri i bën këta persona të nervozuar. Pavarësisht se ti kërkon këtu të gjesh atë fuqinë dhe atë paqen me veten tënde, ta përshtatësh atë person me veten tënde, të marrësh atë çka do ti në jetën tënde, mund të jetë para, mund të jetë diçka tjetër, por të shikoj prapë të stresuar në disa raste të gjërave të tua. Të shikoj që ti këtë moment duhet të dish të zgjedhësh në jetën tënde, pavarësisht se energjia këtë moment më tregon 7 shpatat, mbretëreshën e kupës dhe 9 shkopinë. Ai e mbron energjinë, kurse ti e fal energjinë atij personi dhe ti mendon se ai person është për ty. Unë ndjej shumë të fortë këtë energji që jeni të lidhur fort me njëri tjetrin. Njëri mund të jetë shenjë zjarrit, mund të jetë luani, mund të jetë dashi, mund të jetë shigjitari, dhe tjetri mund të jetë gafore, akrep apo peshk ose ju që keni ascendente, sepse kemi 7-ën e kupës dhe mbretëreshën e kupës. Shikoj që këtë moment kemi shumë energji dhe unë e brohoras këtë moment sepse ti e jep energjinë tek të tjerët, sidomos ju shenjat e ujit bëni shumë për persona të tjerë. Nuk duhet ta jepni dhe ta falni këtë energji kaq shumë, sepse ky person e merr këtë energji. Nuk do të thoni juve që nuk është diçka e keqe, por mos harrosh se të japësh gjithë energjinë një personi që nuk të flet, nuk të fal, nuk të bën të ndërosh, nuk të bën të jap fuqi dhe ti je gjithmonë në 5 kupat. Mendon që kjo dashuri ka marrë fund, por fundin e kemi pavarësisht se ti je një femër që kërkon surpriza, kërkon një burr të mos të mbaj fort, të kalosh çdo bashkëpunim me të. Shikoj që disa nga ju kërkojnë një fëmijë dhe këtë moment e shikoj që ti me letrën e botës dhe me 4 monedhët duhet i mbash fuqitë tua më fort, duhet të meditosh me veten tënde dhe të dalësh nga ajo bota e errët në të cilën je. Boll mendove për të tjerë, mendo për veten. Ai këtë moment e ka kaluar të gjithë atë luftën që ka pasur me veten tënde, me veten e tij, më fal, por ti këtë moment duhet të mendosh më shumë për të ardhmen tënde. Disa prej jush kanë njohje të reja, por shikoj që në këto njohje kanë të bëjnë këto njohje, mund të jetë në një udhëtim pune, mund të jetë në punë, por mbi të gjitha shikoj që ti me këtë person që ke për të njohur do kesh një familje të plotë dhe shikoj që do kemi dhe diçka të bukur. Në këtë njohje që mund të kemi, shikoj që është një firmë, një punë e bukur, sepse është një mashkull ose një femër këtu që më tregon që ti këtë energji e ke braktisur prej kohësh. Ai ndjej ti vetëm, ai këtë moment të shikon ty me 9 monedhat, shikoj që ky me këto 9 monedhat ti e ke lënë veten pas dore dhe këtë moment ai kërkon që ti t'i japësh diçka ndryshe nga herët e tjera. Je duke i dhënë gjithmonë fuqi me 3 shpatat këtu. Gjithmonë ti ndihesh kjo është gjë e padrejtë për ty, sepse ai ndihet në një lidhje që ka me një shenjë virgjëresh. Ai është i lidhur me një shenjë virgjëresh nga e shkuara dhe ti do e zbulosh këtë në muajin korrik, me sa shikoj këtu. Shikoj që ti duhet të shikosh më shumë gjërat e tua. Disa nga ju do kenë probleme shëndetësore. Duhet të bëni kujdes, ti kërkon një mundësi të dytë nga ai. Disa nga ju do marrin drejtësinë, por shikoj që drejtësia favorizon në krahun tënd. Por disa, siç e thashë më lart, është lidhje me shtetin, diçka në lidhje me shtetin në muajin korrik që presin një përfundim. Apo diçka shteti që ti e ke pritur prej kohësh, një letër që gjithmonë ke qenë në pritje të kësaj letre. Shikoj që këto kohët e fundit je duke kërkuar një shans të dytë dhe perandori po të tregon që duhet luftosh për ta patur këtë shans. Është një kontratë, bashkëpunim me dikë. Sepse ti je një femër këtë moment sikur je dorëzuar te 3 kupat. E shikon?
Këtu shikoj që kjo ka ndikuar dhe nga ana shpirtërore në shëndetin tënd. Edhe tregon probleme shëndetësore kjo gjë. Ti pret një mundësi nga ai mashkull. Ja ku e keni. Jo, nuk shikoj që edhe në muajin korrik ky ka mendjen te legu, te pasuria e vet, nuk e ka mendjen te ky. Ju jeni të lënduara akoma. Shikoj që edhe ermiti këtë tregon që ti duhet të vazhdosh rrugën tënde, sepse ti duhet të ndihesh e tokëzuar me tokën. Janë ngulur shpatat poshtë, shikoni? Janë ngulur shpatat poshtë, ti nuk arrin dot të shikosh se çfarë është aktualisht në jetën tënde. Disa nga ju të mësojnë tradhëtin në muajin korrik. Do zhgënjeheni. Ta dini. Ky është person manipulues. Është një person që merr gjithçka që do. Ja ku jeni. Do t'ja ktheni kurrizin në muajin korrik. Edhe ju shenjat e ajrit do përballeni me sfida shumë të forta. Edhe është koha për të lëvizur në drejtime të reja. 8 kupat shikoj që nuk i ke më atje ku kanë qenë në fillim, sepse ai person që është rikthyer nga jeta juaj dhe ky person është një person që kërkon t'i jap fund disa gjërave. Gjithsesi, këtu kemi letrën e vdekjes, pak më lart na tregonte që do na jap disa probleme të çuditshme. Dhe ky reagim do vi në jetën tuaj. Ky do vi një reagim shumë ndryshe nga të tjerat. 8 kupat. Shikoj që i ke kthyer kurrizin dhe 6 shpatat më tregojnë lidhjen fort me 8 shpatat këtu. Këto të dyja. Nuk je më, domethënë siç ke qenë më përpara e bllokuar, nuk ngrihesh dot më këmbë. Tani ke filluar të ngrihesh sepse ke dëshira të reja. Dhe këto dëshira janë nga fillojnë brenda teje. Është dikush që po të tregon si duhet të sillesh, po prapse sidomos ju shenjat e ajrit, të shikoj që do keni probleme shëndetësore në muajin korrik, sepse ky person të jep një energji negative dhe ti gënjehesh. Kurse ju që keni lidhje të reja, do ecni përpara. Do vazhdoni të ecni përpara, sepse këto lidhje të reja na tregojnë që duhet të përdorësh mendjen. Okej? Duhet të përdorësh mendjen, duhet të përdorësh energjinë, fuqinë. Ju kërkoni të jepni shumë dashuri tek ai person, por ja ku je. Pagjumësia, mendimet negative, je lodhur nga mendimet. Okej, je lodhur nga mendimet. Ja ai person. Ju do t'ja ktheni kurrizin atij personi. Ky person shikoj që ti këtë moment ke marrë një vendim për veten tënde, për këtë person. Dhe i ke thënë boll më. Okej? Këtu shikojmë që të gjitha energjitë që shikojmë deri më tani, ti do t'ja kthesh kurrizin. Në javën e 3 të korrikut, shumicën e ju. Dhe këtu më tregon ky person që unë këtë moment, sepse edhe rrota e fatit ka qenë ndryshe. Domethënë ka ikur ndryshe, tani e ke kapur ti në duart e tua. Stop i ke thënë. Tani do ta japun drejtimin. Në fakt nga ana shpirtërore je duke ëndërruar vazhdimisht dhe disa persona në ju kanë probleme me frymarrjen. Në ëndrat tuaja është diçka që po realizohet. Mund të vish burri, mund të vish ish i dashuri në ëndrat tuaja. Po diçka po të vjen, janë sinjale. Dhe këto sinjale janë pozitive. Sepse varet nga besimi që ju keni për të shkuarën tuaj. Okej? Më pëlqen diçka në fakt këtu. Pavarësisht se ju s'keni më besim tek gjërat tuaja, jeni duke u lutur vazhdimisht. Dhe është diçka shumë më e rëndësishme këtë moment për të krijuar një besim. Dhe ky besim të tregon që ka dije. Ju besoni me sy mbyllur tek ai person. Me sy mbyllur besoni ju tek ai person. Dhe kjo gjë më tregon që ju aktualisht do ndryshoni çdo gjë në jetën tuaj. Do filloni që javën e parë të korrikut, ndryshime në jetën tuaj dhe këto ndryshime do jenë të thella. Disa nga ju do ndryshojnë biznesin që kanë, ose në bizneset e tyre do ndryshojnë, si ta thotë në netarua, do ndryshojnë drejtime.
do fusim gjëra të reja në biznes. Në të njëjtin biznes, po do futin artikuj të tjerë që të kemë shumë të ardhura ekonomike. Duhet të reflektoni dhe të shikoni të vërtetën në muajin korik. Reflekto dhe shiko të vërtetën në muajin korik. E vërteta është brenda teje, okay? Është brenda teje dhe ti duhet të reflektosh për të parë këtë gjë. Është një energji shumë pozitive dhe unë do të thosha që në këtë letër është e vërteta për veten tënde. Ti duhet të dëgjosh dhe të ndjekësh intuitën tënde, nuk duhet të bësh presion ndaj ndjenjave të tua dhe t'i lësh energjitë të therasin reflektimin personal të jetës tënde. Duhet të zgjohesh dhe të bësh fillime të reja, okay? Sepse këto fillime të reja do të japin drejtime të ndryshme, por duhet të... sepse ndonjëherë ti haron që jeton, duke i dhënë këtij personi një energji të fortë. Me sa shikoj juve këtë moment duhet të zgjoheni. Keni parasysh atë kur thon kur ja bëjmë ne me gishtë kështu zgjohu. Zgjohu dhe reflekto për veten tënde dhe prano veten tënde siç është. Mos i jep të tjerëve të flasin, mos u jep të tjerëve ushqim, mos u jep të tjerëve atë që kërkojnë ata t'u japësh. Duhet të shikosh të vërtetën, duhet të shikosh brenda zemrës tënde ka shumë gjëra, me sa shikoj këtu edhe ti këto gjëra nuk po i shikon. Duhet të shikosh ç'është dashuria. Duhet të shikosh ç'është e vërteta. Keni parasysh atë energjinë pozitive që ndonjëherë ne besojmë tek planet e të tjerëve dhe këto plane nuk po na dalin. I kemi lënë pavarësisht se na kanë dhëmbur disa gjëra në jetë dhe ne prapa aty për ata persona, prapa aty për ata njerëz që kemi, se ti thua onën atar unë kam investuar tek ai person. Kam investuar kohën, kam investuar, okay, unë nuk të vë faj që ti ke investuar, por mos haro sepse ai person nuk është se të ka dashur ty për atë që ke qenë. Okay? Ti duhet të pastrosh energjinë tënde në radhë të parë. Është momenti të relaksohesh, të reflektosh për veten tënde, sepse në jetën tënde gjithmonë kërkon rrugdalje. Reflekto brenda vetes tënde dhe shiko të vërtetën se s'po ndodh në muajin korik. Ky do jetë titulli. Reflekto për veten tënde. Okay? Ja ku e keni personin që ju mendoni. E ndjen veten sikur këtë moment gjërat po ndryshojnë. Shikojmë që do merr ai person kërkon të vi me një lajm, me një mesazh të fortë, duke të treguar ty. Dhe shikoni këtu, shikoni janë dy persona. Janë dy persona. Me sa shikoj këtu këtë moment, disa nga ju kanë dy persona në jetën e tyre. Të dy me mesazhe nga e shkuara. Do kthehet një person nga e shkuara e largët. Ta dini, jo tani, jo ky që ju prisni, nga e shkuara e largët. Mund ta kesh njohur para 10 vjetësh, 15 vjetësh, është duke u rikthyer ky person. Okej, është duke u rikthyer ky person në jetën tënde. Dhe ti duhet të kapësh energjitë e tua, të arrish energjitë e tua, duhet mendosh për veten tënde. Sepse mesazhi që këtu më tregon, duhet të mendoni për veten tuaj. Vajza, zgjoni. Merrni gjërat me qetësi në muajin korik. Energjia këtu më tregon që ju këtë moment duhet i merrni gjërat, mos ndjeni
nga ana spirituale, këtë moment, shikoj që ti këtë moment duhet të kapësh, të inspirohesh, të kapësh diçka që të duhet forcë më saktë, të duhet forcë, sepse disa nga ju kanë pasur dhe çakrën të bllokuar dhe kjo ka të bëjë me ju, me anën shpirtërore. Këtë duhet të shikoni të vërtetë në muajin korrik, sepse siç u thash edhe pak më parë, që ka diçka në lidhje me shëndetin. Okej, duhet të bëni kujdes me shëndetin. Merrni si të doni, ju e dini këtë gjë, por në këtë letër shikoj që ti duhet i marrësh gjërat pak nga pak. Mos u nxito. Sepse vërtet kërkon të bësh ndryshime, por këto ndryshime nuk mund të vinë me një herë në jetën tënde. Ja, çakra. Çakra e 7. Çakra e 7 më tregon, duhet të hapni çakrën e 7. Punoni me çakrën. Që të keni në kontroll energjitë tuaja. E shikon? Duhet të hapni çakrën që të keni kontroll gjërat tuaja. Duhet të mendoni me kujdes tani e tutje. Sepse gjërat do i ndjeni, është intuita, duhet të zgjosh intuitën tënde, të kesh veten tënde në kontroll me anë të intuitës. Okej? Dhe me anë të besimit që ke në vetvete ke për të arritur shumë gjëra. Shiko si do luash me energjitë e tua. Shikoj. Dhe do fillosh gjëra të reja në jetë. Muajin korrik, shikoj që shumica nga ju do kenë rikthime nga e shkuara. Ky person që do vinë nga e shkuara jote do të kujtojë, do të ringjallë ndjenjat të së shkuarës. Do thoni, ua, si ka ndodhur kjo, sa unë e kisha haruar fare këtë, po ja që është momenti për të mbyllur disa dyrë me të shkuarën. Me sa shikoj, jemi në mbyllje të disa gjërave me të shkuarën, disa porta që kanë ngelur hapur. Tani ka ardhur momenti që këto porta të mbyllen njëherë për gjithmonë me të shkuarën, të kesh në kontroll gjërat që ke, duhet të përdorësh intuitën dhe të bësh ndryshime në jetën tënde duke përdorur besimin dhe fuqinë, sepse të gjithë fuqinë shumica nga ju e kanë në duart e tyre. Duhet të punoni me besim dhe duhet të besosh në udhëtimin që do kesh për të ardhmen tënde në muajin korrik. Duhet të besosh që çdo gjë që do të vijë në muajin korrik do marrësh një përgjigje pozitive në të tëra drejtimet, sepse suksesi është në duart e tua. Dhe shfuqia jote kjo që e sjell këtë sukses. Okej? Por duhet të zgjedhësh në jetë. Është zgjedhja jote se çfarë duhet të bësh tani tutje. Këtu shikoj që keni 3 energji të ndryshme në jetën tuaj. Keni babain tuaj, mund të keni vëllezërit tuaj, mund të keni njerëzit e tuaj të afërt, mund të jenë fisi juaj, por shikoj që dhe ti këtë moment ke qëndruar përpara atyre për të përballur me të shkuarën që ke pasur në lidhje me ta. Por duhet të manifestoni. Dhe manifestimi fillon që në një korrik. Siç e thash e pak më parë, që të hapet çakra duhet të manifestosh. Të meditosh dhe të marrësh atë çka ti do në jetë. Sepse ti shikon, ti këtë moment do shikosh të vërtetën brenda teje. Ta dini. Do shikosh të vërtetën brenda teje. Ja ku është ai person. Ai person do fillojë me hënë të re, okay, do fillojë me hënë të re derisa të vijë hënë e plot. Prapë të njëjtën gjë bën ai. Vjen ikën. Nuk është i qëndrueshëm ky person këtë moment, sepse janë dhe pushimet dhe nuk i jep stabilitet. As ju, as ati. Nuk u jep stabilitet. Kur ju të dy shiko sa bukur keni rënë. Kur ju të dy të balanconi disa gjëra në lidhje me jetën tuaj, atëherë do gjeni paqen nga ana shpirtërore. Kur të zhbllokohet çakra juaj, e shikoni? Kur të zhbllokohet kjo çakra juaj, atëherë do balanconi çdo gjë me njëri tjetrin. Ky ishte parashikimi për ju zemrat e mia. Ju përshëndet në të ardhua dhe ju uroj një mbrëmje të bukur. Takohemi ndark përsëri.